Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, kam nderin që ta bëj një bashkëbisedim me një bashkëvëlla tonin, cilin ta zbulojmë pas pak, këtu në Eshbor, në Bashkësinë Katolike Shqiptare në Frankfurt. Dëshirojmë të shohim se si çfarë jehone ka Radio Maria e Kosovës edhe për te Kosovës. Po fillojmë në rend parë, zotëri, për ata që nuk kanë pa, ndoshta dëshirojnë me të njoftu, na trego pak kush je, prej nga vjen dhe ku jeton. Përshëndetje, emri Ilir Spaçi, jam i rrethit Prizrenit nga Shpenadia dhe kam një rast, një dëshirë më u tregu diçka prej zemrës. Një rast që më ka ndodhur me 22/7/2022. Jam rënë me një situatë, me një ndeshje, jam rënë komë. Edhe ma kanë pështu jetën në Uniklinik të Frankfurtit, se jam i rrethit Frankfurtit, tani me grua me fëmin, po kam jetu në Frankfurt. Edhe rastja ka ndodhur në Frankfurt, edhe kam rënë komë, mas pak, është ta shifni edhe tani qështu pak, kam rënë me një ndeshje, me 22/7/2022, kam rënë me një ndeshje, se thojmë pa fat, si kam rënë në ndeshje edhe kam rënë komë, do më thonë me 22-tin për 23-tin që i bjen në kohë, kam rënë në komë, e kam pas një lendim të ranë trunin, lendimin e trurit me gjakderdhjet mrenshme. Do më thonë, ajo absolut prej Da Vinci që i ka 100 vjetë medicinë, nuk ka pështu kush në këtë rast me ushu së korona, se jam shu tani se më shëfni, s'kam kur gjo, por mu një tregu se shka kam pas, shka kam tani. E mas asoj ndeshje s'kam rënë komë edhe jam shu prej komë, lëndimi qash i rënë, se ma kanë hek kocin e djathtë, e kanë hekur, për shkak jam i prem për shkak lëndimin, e gjak derdhja është pa shansë më shu edhe janë komë. Edhe më kanë prek kocin e djathtë, ma kanë hekur, e kanë qitë në kyll bok, dhe më thonë në fërshëder, për shkak se truni i djathtë ka pas lëndim të rënë edhe që është i thënë pizmatim për shkak se u dasht me shjel kocin, trurin, për me pas ven pizmatimi, edhe gjakderdhja më ma pështu jetë. Tani jam shumë askome, mas jam shumë askome, janë konë disa javë, që është kalzohet, se unë nuk e di, po më kalzohen se disa javë për një muj, jam konë komë, edhe jam konë komë kur me struj me aparatat të medicines, po jo thamë në drejten në emën të Zotit, medicina e Zotit, e kam pas në zemë, që jam rrit katolik, më ka rrit në në kish, edhe më ka thonë, oj djoli jem, leja Zotit, lutju Zotit, që të nimon, për çdo një sen kur të pështetesh me shpinë për ziti, lutju Zotit. Edhe kështu jam konë unë, kur jam shu prej kome, jam shu në kulicë, në rol shtull, që shë të thënë kësoj kulicë, masi jam shu prej kulicë, kam thonë doktoreshës matë madhe, se kam thonë, do të më nimon Zotit do të qona në kom. Jam shumë kom me nënshkrimin tim, për shkak të rrezikut që jam të dollë prej spitalit, jam shumë prej kome, kam nënshkru me durë të mija, jam shumë kom, prej kulice, do më thonë prej kome, truni i djathtë e kontrolon krajin e shmojt. Kraj shmojt edhe koma djathtë nuk kam pas lëvizje, as fjallë, nuk kam ditë me folë, unë e kam njës për zezë, unë i kam 3 vjeç. Jam 86 i lindur, 39 vjetë, për unë i kam 3 vjeqe, për shka Zoti ma ka folumrin. Tani po vina të një pikë shumë që kjo tem edhe njëfni se janë shumë emocionusme, shumë emocione kam aty, kur e kam pas operimin e dytë, koci akon alon kyll box, mandej, kur e kam pas operacionin e dytë, ma kanë reoperua kocin tim, s'kam pas, unë e kam disa fotos, duhet mja u kalzohu ma vonë, s'kam pas kocisht veç likura trunit. Kam nejs disa jo në shpik kështu. Po i menimin e Zotit me lutje që i kam bo, që i kam su në kish, që i kam su për jush, edhe më ka një mund Zoti. Po masi e kam pas operimin e dytë, këj kocë kur është reoperua, kur jam shua prej asoj medicines aty në dhimtave, që jam shua prej operimit, unë e kam menu që është konë një kamion, një LKV, si kamioni 20 tënsh në kry. A shumë dhimt, si jam shua prej opiumit, unë nuk di dhimta ma një jetë se mu mja spiku dikuj. Por në atë moment, kur jam hynë nëd, që shumë dhinta se kam pas, kam thirë ato motrat e spitalit për më dhonë diçka për dhinta se suni dërojsha. Por një herë, veç një herë kam lyp që ato
medikamentat për mu manal dhimbte, po manalen për 5 minuta. Do me thonë, mu mbi ka mu qdo 5 minuta, 20 minuta mi thira ato për mu mi dru unë e dhimbtet e mija. Po tani po vjen tema këtu, për shkak jam me zotrin, qoftë levdi Jezu Krishti. Jam ekstremi kënaqur, ju falenderoj me zemër. Juve burrave, juve grave, juve vëllezërve dhe motrave. Radio Maria është një temë për mua shpirtërore, Zoti ja u dhashtë. Për shkak se unë kur e kam lyp dhimbt, më ndon barna për dhimbt, më ka rënë në mendje Radio Maris për shkak se jam kon futbollist me një grup katolik këtu në Shbën, kemi luajtur futbollist edhe një herë më ka thonë një shok, Radio Maria ka nevojë për nim. Edhe me ato fjalë live kam bë disa pagesa, nuk duhet mi përmend, prej zemrës Ilir Spacaj, edhe kam marrë letrën që e shëni ju kur bën disa gjëra, një falënderim për ju që kam marrë me shkrim, Zoti ja u dhash, Zoti ja u kthesh. Por atë moment kur kam pas dhimbta, çaq shumë emocione dhe dhimbta çaq shumë të mëdha, e kam dhënë Radio Marin. Në atë moment një vajzë e re dhe një mashkull, apo nuk di tash të më tregu, por ju që jeni në Radio Maria e Kosovës, Zoti ju rujt, Zoti ja u dhash me të mira. Që në çat moment kur ju kam shoh juve, keni bisedu, keni fol lutjet, por keni bisedu për ato persona që janë nevojshëm, për ato persona, edhe tani keni thonë për ato persona që gjenden në spitale, për ato persona që gjenden në situatat shëndetit, domethënë ju situatën time ma keni përshkruar një me një. Në atë moment kur ju kam dëgju juve, lutjet e juja, ato orat e juja, si keni thonë ju, o Zot, epja o Zot, kejtve në këtë moment ku shko nevoj si korone se kam pas nevoj. Nuk e besoni, jam t'ju fol fjallë live, jam t'ju fol fjallë sinqerta prej zemrë, shpirtit, Zot ju rujt. Unë jam ujë që kam krysh në shtrat, e kam shumë Radio Marin, në atë moment kur ju kam dëgju fjallë të juja, punën e penimi që e kam nisë, në atë sekund, Zoti ma ka në dërën. Asni dhimbë, nuk muni me menu sa dhimbë kam pasë. Po asnjë, bre, asnjë, unë kam menu, unë kam dorë më shumë kam dorë më dole për spitalit. Në ato momente ku i kam thonë orat me ju se bashku, drejt për drejt fjalit që i përdërët që për persona që kanë nevojë, persona që gjenden në spital, persona që gjenden në jetë të rrezikshme. Unë jam konaj. Edhe kur i kam thonë ato orat e mas, kam krysh në shtratin tim, kanë ardhur motat medicinale, më kanë pyet ku të kena harru për barna, më thonë. Tash ju faleminderit e kam Krishtin me veti. Radio Maria Kosovës është më kanë ndihmojnë vëllezërit e motrat për lutjet që i kem bë. Ato lutjet e juja, kur Zoti mos ju hupt, o Zot, e pjau gjitha dëshirat ja u plotësoj Zoti. Në ato momente i les poshtë s'kam një dhimbë të mos, Zotri, nuk kam një dhimbë, nuk kam pas një dhimbë. Amo 36 komsa, më falni, 63 komsa. I kepëm tru, i bëmë për em 2 herë. Ato dhimbta nuk përshkruhen, po nimen e juj, kur nuk ja harroj, sa t'jam gjallë. Aktualisht nuk gjindem në punë, nuk jam financialisht i fort, e kam ndërpre pagesat, kuptohen se jam në gjendje tjetër për punë, s'muj, por vjen Zoti, ma jep Zoti fuqin, do t'ju kthejna, o Zot, do të vinë live, bre, m'ju kacarru, m'ju falemderu, se shka keni diti keni bo për mu personalisht. Une i les po që kur nuk kam në harru, se përse, kur asni dhimbë i liri jam shumë në mas operimit, s'kam pas dhimbë, mas operimit ajo është aktuale, aty s'ka Zot, nuk doktorët kanë met pa men, ka ardhë doktori Oba Arts, i bjen doktori Inalt, ma i modhi, ka ardhë dhe nuk e ka besu se shka im ka baj, ujtë kam krysht i thonë orat me ju me Radio Marin live. Pre e ditë kur i liri ma nuk e ka ma hu, me ngu Radio Marin. Zoti rujt, jo kthe Zoti me të mira, dua t'ju tregoj live se Zotri, ato njerëz, vullnetarisht, pa pagesa, prej zemrës, prej shpirtit zemrës, i keni thonë ato ratë, mu ma keni pështu jetën, me keni largu dhimbtat. Mu më keni thonë një nim të madhe se s'muj me marë prej asni medicine. Nuk ka medicinë përveç doktorin ma të madhe në Zot. O lumi Krisht, o Zot, epjo, krejtve për kanë lutën i ju. O Zot, epjo, krejtve t'jetë heken dhimbtat, ju heken mërzijat. O Zot, unë as mërzi, as dhimbë, as nuk mundi me mendu se i lërë s'pashi, unë në qatë dit jam shumë kam nëd, në dhëmë, trime, në dhëmë, jam kanë unë vetë të hecë, me kam të mija. Nuk ka shkone mundshme me këto dhimbë të mu shu, le mo mu shu, po për me mbijetu që të, mi përjetu që të mi kalu që të, së është e mundshme, as që dhimbë që kam pas.
Por unë jam shumë mas disa orëve të ngura që marin juve që ngu, juve motra vëllazër. Unë kur kam ngu juve kam ecë nëtë që kur një djallë 2-3 vjeç, të gëzu, nuk disha për shkak të gëzu. Po isha i gëzushëm për shkak të dhimbtave se më kanë largu. Për shkak fjalëve të mira, për shkak fjalëve të buta. Veç më më thonë, Zoti ja u dhash zotëri. Zoti kur mos jo hupt, zotëri, jepni një përshëndetje të mirë temën prej zemrës. Në atë vend ku jeni të lidh sinqerisht prej shpirtit zemrës, Zoti ju rujt, faleminderit shumë. Më keni ndihmuar shumë. Më keni ndihmuar sikur se jeni mëni shumë personave që janë besimtarë. Që ne pa pas besimin e shpirtit zemrës, që jep Zoti karakterin njeriu. Nuk është të mbarë me cila fe, kejt dish me bo, jëna ma të mirë, jëna ato ma të kesh, ja. Unë thamë, nuk jemi ma të mirë, nuk jemi ma të kesh, por jemi ndrysh. Jemi ndrysh, e thojna orat ndrysh bre? Ne jemi ndrysh si kur fe tjera. Amo, mëse kesh kuptoni, ose mëse bani ma të mirë, ose ma të kesh ndryshimin që jemi ndrysh. Ne jemi ndrysh, katolik shqiptar, prej Zotit, ymrin, që nga ka dhoni ma dhe Zot, ma ka shtu Zotit ymrin, Zot falimderit. Zoti ju rujt. Shumë faleminderit. Faleminderit që po ta ko mundësi me shpreh zemrën që kam pas shumë kohë gat me shpreh këtë menim të zemrës, shpirtit, më u thon faleminderit live atyre personave, edhe ju zotëri, faleminderit shumë.